Duke vijuar traditën shumë vjeçare të familjes, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste të Qarkut të Shkodrës Gjenis Shela ka shtruar një iftar me gratë dhe vajzat shkodrane në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pjesë e tij u bën edhe prefektja e Qarkut të Shkodrës Majlinda Angoni, si dhe kandidatet për deputete të listës së Partisë Socialiste. Muaji i lutjes, agjerimit dhe sakrificës është një moment që i bashkon jo vetëm besimtarët musliman, por të gjithë pa përjashtim rreth këtyre sofrave ku ndahen mesazhe paqeje, bashkëpunimi e solidariteti. Shela zgjolli këtë moment kur kemi hyrë në ditët e fundit të muajit të madhërueshëm dhe pritjes së festës së Fitr Bajramit për të ndarë me zonjat shkodrane këto çaste gëzimi që sjell sofra e iftarit. Faleminderit me thonë gjitha zonjave, zonjushave që kanë pranuar që këtë iftar ta kalojmë gjithas bashku. Tashmë kjo për familjen tonë është kthy si traditë ndër vite. Uroj që ky muaj i begat të ketë sjell vetëm marrësi, fat, begati për ju dhe gjitha familjet tuaja. Sofra e iftarit është një moment i veçantë ku gratë dhe vajzat ndan mes tyre vlerat që ka besimi, roli që merr ky muaj në jetën e çdo besimtari dhe rëndësinë që ka bashkëpunimi e solidariteti në shërbim të mirës së përbashkët. Duke i falendëruar pjesëmarrëset që u bashkuan kësaj mbrëmje, kandidatja Shela garantoi se për herë do të jetë një zë për çdo vajzë dhe grua shkodrane, duke punuar me ta për të çuar përpara nisma që i shërbejnë komunitetit.